Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që jesin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sonte po vazhdojmë me një pjesë tjetër të historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe konkretisht me radikalizimin, po i tham kështu, ose shtrëngimin e masave të cilat do të ndërmerrnin mushrikët, idhujtarët e Mekës për me e pengu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dersën e kaluar kemi pa që fillimi kanë përdorur disa masa, jo shumë, tash pra sipas tyre, për ndryshe s'kan pas nevojë sa të me i përdor. Duke tentu me njollos pejgamberin alayhi salatu wassalam, duke tentu me tall, pastaj kërcënimet e kështu me radhë. Sonte do të shohim se pasi që e panë se këtu nuk po kanë sukses sipas tyre, që me ndal pejgamberin alayhi salatu wassalam, atëherë vendosin me marrë masa radikale. Ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Trepta, mosa trepta, të cilat tash fillojnë me prejk pejgamberin alayhi salatu wassalam, po dhe shokët e tij fizikisht. Do të thonë deri tash e zgjatnin gjuhën të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përmes gjuhës tentonin me ndalë dhe me njollos, ndërsa tash e tutje fillojnë me zgjatë edhe dorën. Edhe dora tyre me prejk edhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, po me prejk edhe shokët e tij. E përmendin historianët që kur e kanë po idhujtarët e Mekës se nuk po kanë sukses vetëm përmes fjalës, atëherë mblidhen dikon 25 krerë të Kurejshve në Mekë, idhujtarë, edhe vendosin që me marrë masa shumë serioze, sipas tyre, shumë radikale, shumë strikte që me e pengu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Thënë ndryshe, mos me kursuj kur gjë. Asni metodë, çka do që na shkon mendje që mundemi me nol Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kemi me përdor, kështu kanë marrë vendim idhujtarët e Mekës në krye me Ebu Lehibin, Allahu e shkatërroft edhe i shkatërru mushtë. Mirë. Thot Abdullah ibn Mesudi, kur dolen haptas muslimanët, edhe u kuptu se kush janë musliman, prej tyre ishin 7. Edhe i përmend pastaj me emra pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, e përmend Abu Bekrin, e përmend Ammarin, nonën e Ammarit Sumejen, e përmend pastaj Bilalin, Miqdadin edhe Suhejbin. Këta domthon kanë dalë hapë, kanë punë me musliman. Domthon do tjerë nuk e kanë shfaq bashkë me njëherë islamin e tyre dhe pse ka dalë haptas pejgamberi alayhi salatu wassalam me islamir. Çka ndodhi me këta? Thot Abdullah ibn Mesudi, unë isha dëshmitari këtyne. Domthon Abdullah ibn Mesudi është pit parë që është bë musliman, po islamin e vetë ka treguar më vonë, jo në fillim. Sepse i dopt Mekë. Unë nuk ka pas shpinë dhe nuk ka pas familje që e mbrojnë. Thot unë isha dëshmitar e krejt këtyre ngjarjeve se çka po ndodhin. Thot pejgamberin alayhi salatu wassalam nga torturat fizike e mbronte Abu Talibi. Ebu Bekrin, familja e vetë, familja e madhe e gjanë, kishin frikë me prejkë Ebu Bekrin. Ndërsa këta tjertë të krejtë, ta më thonë me Miqdad, me Ammar, me Sumeje, me Suhejb, Palsaj dhe Bilali, radhiyallahu anhum, thot gjithë këta i përjetun torturat fizike. Çka banin me këta? Thot Abdullah ibn Mesudi, ja veshnin parzmorët e hekrit, ato këmiqat e hekrit që shkojnë luftë. Në ditën nxehta edhe i qitnin jashtë, pik dillit. Tash llogarit dilli, edhe vapa e madhe në Mekë, mirë po kur nxehet hekuri, pastaj kur e ki hekurin për trupi, kështu i torturanin. Ndërsa Bilalin, radhiyallahu anhu, i cili ishte arab, ja jepnin fëmijëve. Edhe thonë hajt lunin, do të shkoni ka doni me ta lunin nëpër Medinë, sikur kur luajn sot fëmia me një farkinçi të vogël se me diçka. Gjithashtu prej torturave që i përmendin është se, thot Abdullah ibn Abbasi, i rrehnin mirë, të isa ja alivanusëshin, edhe i lenin pa bukë dhe pa ujë, deri në alivanusi, edhe buka dhe ujin, nuk i lenin me hongër dhe me pi deri në alivanusi. Kështu thot,
derisa arrinin në të shkallësa që nuk mund të ishin as ullë me qëndru. Shtrit. Deri në këtë shkallë i kanë torturu fizikisht. Bilalin radiallahu anhu e përmendin transmetimin historike se kur e ka liru Ebu Bekri, kur e ka blej Ebu Bekri, e ka blej në ngur. Domethënë, ka pas gur mbi trupin e tij që e kanë qitë gur të eran, po dhe guri kur të nxehet pastaj mu torturu trupi i tina me temperaturën e gurit përveç temperaturës diellit që e ka. Ndërsa Khabbab ibn al-Arith e përmendën disa transmetime historike që sa gaca ju ka shkym trup. Gacat që i dheznin zjarrin ose i dheznin gacat e dhejtarët e Mekës, domethënë për kështu për knasi. I shuanin, i feknin në trupin e Khabbabit, radiallahu anhu arda. Këtu ishin torturat të cilat i bënin pamshirshëm i dhejtarët e Mekës, ndaj njerëzve të cilët thonin se Zoti është Allahi, kur që s'kishin bë. Kujt nuk ishin bë senas, kujt nuk ishin hak, as kanë se fyni, as kanë se elfedonin, ma di ishin njerëzit më turto, më të butë. Edhe më doptin, nështë që dhe me dosh me bëhë diçka, s'kanë mujtë me bëhë diçka se doptin më. Domthonë dopt nga sa i përket familjes, nuk kanë pos familjet gjana dhe të rreth, po dhe dopt edhe nga pasënia. E këto ishin torturat që i përjetonin ata. Gjithashtu, për atyre që i përjetun torturat fizike, është edhe familja, me të vërtetë e varfër, po familje fisnike edhe e lirë në shpirt. E lirë në shpirt, edhe pse e torturen Mekë që është familja, nona edhe baba e Ammarit që është Jasiri dhe Sumeja. Po edhe Jasiri, edhe Ammari me ta në fakt. Të tret torturoheshin. Nona dhe baba Ammarit është logaritmë më është shtimë. Dikon mbi 70 vjetë nështë. Edhe Ebu Gjehli krenuhej. Ebu Gjehli edhe ndjet në atë knasin kur e torturon të një plak 70 vjeqare. O burë, a je burë ti burnin po e ka zërë në plak, e në pleq, po të qohë me burrat. Mirë po të regon të trimëri edhe burnikin se si Vastina në torturimin e nanës sa Amarit që është Sumeja. Edhe nana e Amarit, radiallahu anha, është edhe shahidja e parë, nuk i përballoi torturave. Sa herë i rejpej lëkura prej kamgjekve edhe thuprave që e rrenin trupin e saj me tu. Një plak që se zënudhen kërkujt, hade këta të rritë, ka frikë se këta rritën për së shënë, po plak, mirë po qëka që është e madhe u rritja. Ebu Gjehlit, asoj kuhë dhe Ebu Gjehlit Sudit, që me pas mundësi i repin ata të cilët thëjnë la ilaha illallah. Sepse i njëti gjen është, i njëti gjen i urrejtjes, urrejtje patologjike dhe islamit, edhe muslimanve. Të thonë plakën është në gjendje që sa herë ti tekej për dëfrem, për klasi, me marë dhe me rej, me kamgjia, me qka kanë pas, edhe deri sa i binte lëkura dhe ma nuk mujti me përballu torturën. E fundit aje që e përjetoi Sumeja radiallahu anha, cila është shahidja e parë në Islam, Ebu Gjehli ja lidhë të durët dhe siltë në përmej. Sa ne i sakni, për ngrej zhag një plakë, sikret. Edhe në fund ma s'mundet me esu, ne përballon as ecik, shtrinjet. Pastaj me shtiz e godet në vendin e nderit, që është nderi i femrave të ndershme, edhe prej gjakderjes pastaj vdes edhe nuk mundet me i përballu torturat. Amari, të më thonë, s'kishte mundësi me mbrojt as nonën as babën, sepse torturat ngjashme përjetonte edhe vetë. Mirë, po çka përjetoi Amari diçka dhe më të rëndë, po para se me përmend torturën e Amarit, baba i Amarit, Jasiri, i lodhë, plak, i torturum. Kër e shete pejgamberin alayhi salatu wassalam se ati po i binin lotët, i harronte veten, i harronte torturat e veta. Edhe një ditë po i thotoi dërgumi Allahut, tani jetën ç'është kena me jetua. Tonë unë shkova, s'kova ta më thon. Unë shkova në 19 vjet, më thonë, ama ti tani jetën që me jetu ç'është me ç'të tortura. Tonë të shoh e të torturuar dhe fizikisht. Po i dhimbet pejgamberi alayhi salatu wassalam. I thotë sabran ala Yasir, pejgamberi alayhi salatu wassalam.
S'kishte mundësi me i nol torturat që ja bënin vetës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lemo me i ndërhy dikujt. Edhe i thoshte sabrën ala Yasir, bëni sabër familja Yasirit. Mon grua e burr, bëni sabër, sepse vetë takimi i juaj është xheneti inshallah. Do për çat xhenet u torturon. Për mos me hub çat xhenet u torturon edhe vdiqën prej torturave të dytë. Ndërsa Amari radhiyallahu anhu edhe ato e lidhnin, e torturonin me ato barzmorët e hekurta që e nxjerrnin në diell, pastaj me gur, pastaj me rrahje, derisa një ditë i than, kime mohu Muhamedit, që është pejgamber, edhe kime pranuar se Lati dhe Uzaja, dy zotat kryesor të idhujtarëve të Mekës, kime thonë se edhe këta janë zota. Edhe s'u ne përballon torturë. Amari prej dhimbjeve të mëdha të trupit të pobre, edhe ata do thotë janë zota. Pos Allahut. Pastaj shkon te pejgamberi alayhi salatu wasallam të çajtë, toj dërguar Allahut, çto kanë shtime thonë. Kanë shtime thonë se pranoj se Lati dhe Uzaja janë zotë dhe smuta me duru dajakun edhe torturën edhe thash. Pastaj Allah i lartësuar e zbret ajetin kuranor illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Që i përmend ata të cilët dalin prej islamit, do e lanë udhëzimin pasi që janë udhëzuar, thot pos ata të cilët detyrohen me thonë fjalë të kufrit ose të mosbesimit, ndërsa zemra e tyre është me iman. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "O Ammar, ç'është zemra jote?" O thot zemra jeme është plot dashni për Allahun dhe për ty, po smujta me e bojt dajakun dhe dhimbjen. O Krist, kjo është ajeti për ty. Që Allahu i lartësuar nuk ta ka nxënë për të madhe, edhe thot nëse të ndodh prap me bot njëjtën ata me ty, edhe ti bën të njëjtën me ta. Se ndryshe është vështirë me përballë. Çka është ti bëu Amari? Çka është ti bëu Amari? Patjetër kemi menduar sikur se unë. Patjetër kemi thonë sikur se unë, por ndryshe unë të mës. Edhe të vras. Edhe të vëba këta kështu. Mirë. Pastaj torturat nuk ishin vetëm për sahabët, nuk i torturanin vetëm sahabët, edhe pejgamberin alayhi salatu wassalam e torturanin. Mirë, po para se me mritë torturat e pejgamberit alayhi salatu wassalam që ja bënin, Ebu Bekri me parët që i kishte i lirej 7 sklavër. Pse i lirej këta sklavër? Sepse i mësni. Tash sklavi si sklavë robi, llogarit që është trajtohet, sidomos për idhujtarë, për besimtarë që besojnë Allahun, se besojnë ditën e gjykimit. Mirë, kur ata e kuptuan se sklavrit e tyre, robët e tyre, janë musliman, atëherë fillon me ja ulshu zullumin dhe torturat nga mëç njerëzorët. Domthonjë që as kafsha torturohet ashtu. Edhe thonin, Hindi, gruaja e Abu Sufjanit, thonë Bilali edhe ai tjetri që unë i blej me parë dhe i qes me parë, më konë baraz me mua, barabart me mua, ja kësë ndodh. Edhe pastaj i urdhërante robët e tjerë, hajde me rrej Bilalin, hajde me rrej atij. Ebu Bekr radhiyallahu anhu e liron Amr ibn Fuhaira pastaj na shfaqet më vonë në disa pozita me pejgamberin alayhi salatu wasallam, e liron Bilalin, i liron edhe disa gra që kanë qenë skllave tek idhujtarët. 7 prej tyre që i liron me parët vetë. Domthonjë çka i vjen kjo? Kjo i vjen që e ka pagu me parë robin, e ka liru, sikurse me pagu sot, me bled një kerë të mirë edhe m'ja dhon dikujt. Me bled një kerë të mirë m'ja dhon dikujt. Unë 7. E baba i Abu Bekrit jo besimtar. I thoshte Abu Bekrit, o birë, ti bile je parë për dikant të fortë që të mbronë se këta sundalin zot tyje. Edhe bile paguje dikant i fortë që është. Ju këta dëptit të grave, të lëdhë, të bilaurat, këta nesër me të reja dhe tyje, që kanë me të nimu këta? Që i thoshte baba i Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Pastaj vim te torturat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po fillimisht Khabbab ibn al-Arith, ai që e përmenda më herët, pe torturave të mëdha shkon një ditë te pejgamberi alayhi salatu wasalam thoi dërguar me Allah, lutu be le t'japsen qafën Allahu këty. Lutu le t'i shkatërron. Kjo është fillimi. Kjo është fillimi i torturave dhe i sabrit dhe durimit dhe i ndërtimit që duhet me bë sahabët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot Khababit tash, po thot që unë do të lutem tash me ia thy qafën Allahu Ebu Sufjanit, Ebu Jehlit, Ebu Lehebit aty edhe më na shleru neve. Ka mujtë me bë këtë lutje. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam po ndërton njerëz që nesër nuk kemi me pas Ebu Jehel, po kemi me pas sfida tjera. E nëse nuk ndërtohesh që tash, nëse nuk formohesh që tash, nëse nuk e bën pjesë jetës tonë sabrin,
Edhe vetë flimin atë, çysh që me vazhdu me sfidat e tjera, çysh me vazhdu me Abu Jehlat e tjerë, e me Bulehebat e tjerë, me problemet e tjera. Edhe për ata i thot Khababit, po thot para nesh ka pas raste kur kur popujt pa besimtar e sillnin një besimtar edhe e qanin për gjysmë. Bile kanë do vënë transmetim është pejgamber. E qanin për gjysmë me sharr. Thon këto e bën njerëz të egër. E njeri pa iman është i egër. Sepse Allahu e ka zbrit këtë iman dhe ka zbrit këtë udhëzim. Edhe këtë shpallje që m'ja hek egërsinë prej zemrës, m'ja nxjerr egërsinat që i kanë zemër, por ndryshe pa iman bëhet i egër. Edhe thot ata e ndonin për gjysmë, kjo thoshte Allah fali popullin tem se janë ignorant, s'po din, jahila. Tash pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk po don me i thon Khababit në Mundhirit që kjo është në rregull që e kanë bota. Mi po don me thon që çfarë sabri kanë bota. Domthon çfarë ndërtimi i kanë bë vetës që ata kanë ardhur në këtë me këtë emision që me i përballu torturave edhe jetës e cila ka më qenë prej më të rëndave. Mirë, vim të torturat e pejgamberit alayhi salatu wasallam që janë të shumta. Mirë po i përmendim disa prej tyre. Prej tyre, për shembull, Uqba ibn Abi Mu'ayt, e përmendin historiant kur e përmendin emrin e tij, thënë njeriu më i dëshpëruar që do të jetë këtë dynjë dhe në botën tjetër. Uqba ibn Mu'ayt në ditë i shkon pejgamberit alayhi salatu wasallam duke u folë çabe edhe janë gjetë për teshët. Domthonë rrobat që ka pas pejgamberi sa nuk janë sikur se sot. Këmisha po, domethënë zakonisht që në alta i kanë gjak këmishës po kanë e vesh. Edhe ja drejën fet. Ja drejën këmishën fet. Do me fur njeri, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që s'mundet me hek durët e vet. Shkon Abu Bekr radhiyallahu anhu rrezikon. Kur e sheh të dashurin e tij pejgamberin e tij që poezia të frima, edhe ja hek durët, ja largon atë durët dhe i thot: "E taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." Allahu këtë fjalë ka shënuar në Kur'an subhanallahu. Për arsye se Abu Bekri ndërhin momentin kur ka mujt me i kushtu me jetë, ka mujt me i kushtu me thonë Uqba ibn Mu'ayt aty për mbru këto po, hajde çfarë tragaj ty. Edhe thotë taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Po doni me mbyt njërin veç se thotë Zoti jam është Allahu, çka ju ka bëmë njëri? Ai në morën menjo. Abu Bekri po i thotë Uqba ibn Mu'ayt, po e hek durtë dhe po e shtyn, u shiru pejgamberi alayhi salatu wasallam, filloi më ju hek, ajo e kushtia e fytyrës edhe nximi i fytyrës edhe filloi me marr frym. Pastaj e tregon Abdullah ibn Mas'udi atë ngjarjen e dhimbshme që i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila është përmend në librat e në koleksionet e vërteta sahiha. Thot Abdullah ibn Mas'udi po e shikoi pejgamberin alayhi salatu wasalam nga larg. Ai të fol në qabe. Abdullah ibn Mas'udi ka qenë për aty në dobë që s'ka guxu me ngrit zonin edhe me fol se për ndryshe e ka pagu shtrejt. Me rrahje edhe me shumë forma tjetër. E thot po e shikoj pejgamberin alayhi salatu wasalam pranë çabës Abu Jehli, Uqba ibn Mu'ayt, Shejba ibn Rabi'a, ibn Rabi'a, domthon kokat e mushrikëve të Mekës. Edhe tu qesh ata, tu tall me pejgamberin alayhi salatu wasalam, thot Abu Jehli kush për juve bëhet burr. Gore burrin që kanë mot atëherë. Sepse sot luhet me termin burr. A unë jam burr. Do na I bën zullum gruas vazhdimisht, edhe thotë unë jam burr. E rrej gruan, thotë unë jam burr. Ai tjetër se mon fjalën ose ku e di çka I bën 100 ndërdhia, thotë unë jam burr një herë foli. E kështu me radhë. E tash Abu Jehli po I thotë kush bëhet burr për juve, domthon burr I budallakaft, burr I çmendur. S'ka lidhje me burrnikja as me krenari. Thotë edhe I merr çato zor, Allahu I nderoft. Që veç sa ka prej devën, dikush edhe ka hek plancin edhe zorë, të keni parasysh, I ka gjujtë që të afër, thotë I merr çato dhe ja qet Muhamedit kur të bjen tokë, domthon kur bjen sisht. Edhe thotë quhet Uqba ibn Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, që I pari që ka dosh me afur, fytin pejgamberit alayhi salatu wasallam. I merr thotë ato, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam sejdë, ja hedh mbi shpinë edhe mbi qafë. Tash llogariti sa mund më kontrollat. Edhe thotë Abu Jehli, Shejbe, Utbe ata të tjerë, thotë gati u rrëzun për qeshmës, kur peshuin pejgamberin alayhi salatu wasallam këtë gjendje. Abdullah ibn Mas'udi thotë çka më bëni? S'kuxoja s'mu afru, pe këshyri bislatit zemrat djegët, që s'po mundet as me shku me ja hek për shpinës pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe dikur shkon te shtëpia pejgamberit alayhi salatu wasallam, I thotë familjarët vet, shkonin I moni pejgamberit alayhi salatu wasallam se sot mund me çukrit. Po afër ka pas shtëpinë aty, disa hapa. Kujna me I kalzu të shpia? Kush me orë minimum të pejgamberit alayhi salatu wasallam? Këta s'po guxojnë që I ka rrejthe. Do shta Abu Bekri s'ka qëllodi kështë tjetër, del Fatimja prej shtëpisë. Fatimja një fëmijë I vogël.
me thonë 2-13 vjetë. Edhe tash llogariti në kokën e një fëmis me I dal aja pamja e babës në formë të nënçmuar të përbosne. Sa thejet shpërndesh, se s'ka fëmijë që don me pa babën e vet në këtë formë, vetëm se secili fëmijë don me pa babën e vet sa më lart, sa më të mirë. E tash ky fëmijë I vogël, po e sheh babën këtë gjendje që s'po mundet me I ndihmu vetes, as vetë s'po mundet me I ndihmu kje, tjerë po tallën apo keqen këta, niset Fatimja që ashtu. Edhe e vogël, tu e shkel teshën, tu rrotlluna për dhej, derisa të mrinte pejgamberi alayhi salatu wassalam, I kap ato që I ka pasur në shtëpi. Pak pejgamberi alayhi salatu wassalam, aty po I drejtohet duke I mallkuar, duke I shoh Fatimja radhiyallahu anha, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ngriti kokën. Tash llogaritin çfarë gjendje është pejgamberi alayhi salatu wassalam mos kësaj që e bën. Edhe pe ngrej durt. Tash fillon më dridh ata. Që ata që u zgërdhinshin porzit, më thonë, e tallëshin, edhe ushtrim prej qeshnës të madhe, që tash fillon më dridh. Pse? Se pejgamberi që I durt, sallallahu alaihi wasallam. E pse po tuti? Apo thoni që pejgamberi është rënd, është mashtrues, po Zoti I vërtet është lati edhe uzon tokë. Mirë kësh, ky domthon tash sipas juve është tumor me ato rënat e veta. Pse ju po tuti? Pse ju ka hituta tash? Sepse e dinin që Allahu I lartësuar është Zoti I vërtet është Allahu, edhe Muhamedi është I dërguar I Allahut, ata e dinin. Edhe për ta fillon më u dridh, tash kam na gjetë diçka. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam I ngreh durt, edhe po thot me Zot madh, Allahumma alayke bi Quraysh 3 herë. O Allah, ti merham Qurayshit. Ja pranë shpirtin fillo. Për këtë rast edhe për rastet e tjera çka I bën. Edhe po thot tash një po I përmend me emra, ata po dridhen, u saritavën, u zverdhen, edhe fryms merrnin pe frikës. Çka po ndodh? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma alayke bi Amr ibn Hisham, Abu Jahl, Amr ibn Hisham ka musliman. والله مرهقنا أبو جهل عمرو بن هشام والله مرهقنا عتبة ابن ربيعة نشيبة ابن ربيعة 3 pastaj në Walid ibn Utbe 4 pastaj në Umayya ibn Khalaf 5 Uqba ibn Ma'id 6 të Abdullah ibn Mas'ud e kom harrut 7 për arsye se Abdullah ibn Mas'ud I ka me tjetër kon mon hala e kanë kryer ato që qyshe e pa pejgamberin alayhi salatu wassalam këtë gjendje një transmetim thot e kom harru cili u kon I shtati që e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mi po disa transmetime është përmend që ky shtati ka qenë Ammar ibn Walid. Të shtatit, o lot pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allah merhaktin, filan. Thot Abdullah ibn Mas'ud s'ka shku kohë gjatë deri luftën e Bedrit. Kemi parasysh. Thot edhe I kom përcjell një se çka po bëhet me ta. Thot një I kom pasur kret kishin met të vram në luftën në betejën e Bedrit. Kret I kishin vram. Allahu I lartësuar përmes robërve të tij besimtar muslimanëve të shtatit. Mirë, kjo është tortura që e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Unë zgjidhin metodë për arsye se tham më herët që u morën vesh që mos me kursy metodë as mundësi as mjet për me ndal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, dikush mund të mundon këto me thënë po mirë, pse pejgamberi alayhi salatu wasallam I rrezikon të kaq shumë njerëz. A e dinte që çaj që I bëjnë musliman, hente pastaj procedurë torturave, të rrahjeve, ndoshta edhe të vrasje. Pse pejgamberi alayhi salatu wasallam I rrezikon ata? Mund të dikujt më shkumani. Jo, pejgamberi alayhi salatu wasallam I rrezikon. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ndihmën e Allahut, edhe udhëzimin e tij I shpëtonte. Se këta u torturoheshin këtë botë, mirë po I shpëtonin torturave të botës tjetër, sepse me vdekje dhujtare dhe pa besimtar, do të torturohen edhe do të torturohen në stremi, po do të dënohen pa fundësi në botën tjetër. E kështu që pejgamberi alayhi salatu wasalam po ja ofron Islamin atyre, po udhëzohen Islam, ma e lehtë për ta është mu torturu disa muaj ose disa vjet, se sa mu torturu për jetë pa fundësi në botën tjetër. E kështu që më të vërtetë është e dhimbshme. Sa Ammari, nona Ammarit, baba Ammarit, Sumeja, pastaj Yasiri, këta u bën musliman, pejgamberi sa ja ofroi Islamin, që ky Islam pastaj ja shkaktoi ato tortura. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasallam vetë takimi është në xhenet. Do kanë përballojnë çdo tortura se s'kam çka më bëj. Apo duhet më bëj musliman duhet. O bo çka o bo duhet më bëj musliman për arsye se Islami dhe udhëzimi dhe xheneti është mbi çdo çmim. Edhe nëse na kushton me jetë.
edhe nëse na kushton me familje, edhe nëse na kushton me shëndet, edhe nëse na kushton me tërë pasurinë, Islami mbi gjithçka. Është mbi gjithçka. E kështu që përballoni, bani sabër, sepse jeni të bëj sabër për diçka shumë të madhe, e që është shpëtimi në botën tjetër, gjithashtu edhe do të kënaqej kur Allah i lartësuar merr hak në ditën e gjykimit në këta njerëz që po ja shkaktojnë këtu. Mirë. Tash mushrikët fillon me po që edhe kjo s'po ka efekt. Madje po ka kundër efekt. Tortura po ka kundër efekt, sepse nuk arritën asnjë njeri me e kthy prej Islamit në fenë që kishin ata, domthonë në idhujtari me tortura. Madje nuk po arrin as me inol njerëzit edhe për kundër torturave po bëhen musliman. A ndrojmë pak metodën? Ora janë 25 që krerët e idhujtarët me ikës që u mbledhën më herët 25 krerë. Po provojmë në rrugë metodë tash. A bëjmë edhe diçka tjetër. Edhe tash provojmë metodën e bisedimit. Hajtë hime dhe njëhem bisedime. Mirë, dikush më dhe vendu se bisedimet janë më të lehta se sa lufta ose torturat. Nga njëherë me hyrë bisedime është më e dhimbshme se sa lufta, se në bisedime du të me bë kompromise. Du të me lëshu penjë. Nuk ka bisedime vetëm se du të me lëshu penjë, du të me bë kompromise. Du të me hesh dorë për diçkafit. Ndërsa në luftë ja vritesh ja fiton. E për ata tash ja ofrojnë pejgamberit alayhi salatu wasallam mundësinë me hyrë bisedime, mirë po bisedimet janë dhimbshme. E të shumë i qëfar bisedime. E përmendin djetarët që prej formave të bisedimeve shkon Utbe ibn Rabia, edhe i thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, edhe pse si transmetim, nuk është i saktë. Mirë po thënë djetarët, ka mundësi disa ngjarje historike kanë ndodhur, mirë po nuk kemi transmetime të sakta deri te çaja ngjarje, apo për ndryshe jeta në Mekë është zhvilluar që të stil. E kjo i bën që edhe nëse nuk është si transmetim i saktë, shumë i saktë, por derisa është përmendur për libra, e kanë përmendur historianët, ka mundësi që të ketë ngjarje kështu. Edhe shkon Utbe ibn Rabia tash me jush pejgamberin, a him bisedime hadhin. Mirë. Çfarë do të më dhonë ty? Unë po të jap diçka, po ti do të më dhon diçka. Çka do të më dhon këty në pejgamberin alayhi salatu wasallam? Thotë Muhammed, peshet ti që ajo feja me cilën ke ardhë, luk në ke bu. Në ke përqarë në shpe. I ke rebelu robë, të robë mos po në ngujnë. Se robë ti torturonin edhe ishtini me bo shirkë, ata zbanin shirkë. Zbashin mo shirkë mas jo banë musliman. Shu që peshet që ne ke bo shpijat luk dhe ke bo me i kënë luk. A mu me bojmë një marveshje? Thotë, nëse me këta jetu lypë pasoni, krejt na pasunit e Mekës, që i kemi tim ledhme dhe t'i jam e vlo, banu i pasun edhe, lena rahat le këtë punë. Thot, e në qofë se jetu dasht më boj pari joni, pim ledhme i krejt dhe t'u bajraqet, qka i kemi edhe për t'ja kom tyve. Po edhe nëse jetu dasht më martu, a jetu dasht dhe më thonë me arri dhe i të gratë, pigjojmë gratë më të bukurat Mekës edhe në të martuhen me tyve, 10 gratë i bojmë. Në në shpërmend disa transmetime që 10 gratë, po të martojmë me 10 gratë më të mirë të Mekës, veç lena rahat bre. Mirë po, pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, patjetër se u ka përgjigj këtyne. Mirë po, një transmetim i saktë që u ka përgjigj pejgamberi alayhi salatu wasalam idhujtarëve në një rast tjetër ku kanë ardhur te Abu Talibi, ju ka thonë, apo e shihni dillin? Thot po. A mundi thot me hjekju një pjesë dillit edhe me prum tokë? Disa shkëndija të flakës dillit. A mund është mi prunë të kësë smuni? Qysh smuni ju me i prunë shkëndijat, unë smuj me lanë këtë fej. Edhe smuj me lanë këtë davet, bëni që ka dënë jo. Dhe mëni ja u këputi mytin. Atyne që s'julen kur farë shprejse që na mujna me bo kompromis. S'ka kompromise. Kompromisi i vetëm është bëmi musliman. Lena i dhujtarinë dhe vazhdojmë jetë. As nuk kjo aprej kush pasurin, as famën, as nderin, as familjen, as që tjetër. Kjo është kompromisi i vetëm. Apo kompromisin fej s'ka. Edhe për ata, gjitha për i metodave shkojnë edhe, i thëjnë e Abu Talibit, apo e nalë djallin, asë jo të mbrojt e Abu Talibit, apo e nalë djallin, apo që shkotën, apo. Edhe e thirë e Abu Talibit për jamberin alayhi salatu wasalam, to biri jam, apenin që kanë të thëmë këtë. Qka për ta mërmeni? Unë s'ka mujtë me thonë e Abu Talibit, apelen këto, po qka për ta mërmeni? Edhe kjo përsa ja thotë që të fjallë për jamberi alayhi salatu wasalam, apo e sheni dillin, po, a moni me hjek, në i varë shkëndijet flakës dillit edhe me prunë tokë? Jo, që është të smuj asun me lanë. Që është smuni me bata dhe unë smuj me lanë, më vretni po, vdes po, ama me lanë këto zbatë. Bani që është dëni, ndash vazhdoni, ndash shpekni metoda tjera, unë e se lakëto. Gjithashtu është përmendur, të zni edhe, ajo qështja
e kompromisit që një vjet me adhuru latin edhe uzan, zotin e idhujtarëve, një vjet idhujtarët me adhuru zotin. Domethënë hajtë him kompromis. Një vjet krejt bashkarisht i adhurojmë zotat tonë, një vjet zotin tanë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Llogarit të që shkon menja. Llogarit çfarë kompromise mendojnë me ibadata. Mirë, ata janë në gjendje me heq dorë prej diçkafit, me bë kompromis vetëm që më na shmong prej kësaj feje. Qysh kanë tentuar me shmong pejgamberin alayhi salatu wassalam, pastaj Allahu e zbret këtë rast, thotë, edhe pse nuk është transmetimi shumë i fortë, më po Allahu e zbret surën Kul ya ayyuhal kafirun, thua jo pa besimtar. Kafirun. Ja ju hel kafirun, o qafira, direkt ju ka drejtu vetëm këto Allah i lartësu. Qitër herë, o ju me kas, o i dhujtar, o i thtar të livit, o kështu. Ndërsa këtu i thotë thuaj, o ju pa besimtar, qafira. La a'budu ma ta'budun. Unë sa dhuroj asni moment të vetëm, asni orë të vetëm, nuk adhuroj ato që adhurani ju. Po dhe ju se adhurani, ato që adhuroj, one, edhe deri në fund të surës, në fund ajeti i fundit thotë lakum dinukum waliya din. Von te ke fin tonë në temën. Kjo nuk do të thotë që pejgamberi alayhi sallam pja u miraton aty ne. Jo e keni fenë ju vazhdon. Jo. Do von ju rrinin fenë ju, vonë në temën s'ka mundsi mu përzi këto dy fejë. Von këtu jam ndome. E juvja dihet e jam ja dihet. Von ja jam ja juvja. Por ndryshe nuk ka mundsi mu përzi këtu. Sepse dikush e merr argument këto edhe sikurse Allahu ja ka miratu fejt secillit. Ta secili ka fejën e vet. Secili e ka fejën e vet që të regon se nuk mundet më përzime fejnë tërë. Nuk ka mundësi dikush më konë edhe musliman edhe budist për shumë. Edhe musliman edhe komunist, edhe musliman edhe ateist, edhe musliman edhe idhujtar, ose edhe musliman edhe krishter. S'ka mundësi. A e ka fejnë e vetë në temës, së përzime këtu. Ja musliman ja diçka tjetër. E përsa Allahu po e zbret këtë sure, nuk ka mundësi kështu më përzi adhurimi, o njerëz. Ja adhurojmë Allahun, Zotin hak që është, pa unal, të në vitin, edhe deri në vdekje, ja s'ka kështu një vit ato, një vit këta. Edhe e përmendin dietarët që pejgamberi alayhi salatu wassalam, kul huwa Allahu, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwa Allahu, i ka lexuar në sunetin e sabahit. Edhe është sunet me i lexuar sunet sabahit. Thon dietarët, kul ya ayyuhal kafirun, kjo është sure e cila tregon distancimin edhe pozicionimin e qartë karshi besimeve të kota. Ndërsa kul huwa Allahu ahad tregon besimin e vërtet në Allahun e lartësuar. Edhe muslimani e nis ditën e tij në sabah, hala pa hin farz e fol sunetin me këto dy sure për me tregu që kjo është jeta jame. Jeta jame, besimi jam është i distancuar nga çdo besim tjetër, edhe pastaj kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, e besimi jam është se Allah është një, Allah është i pashoq, as ka lind as nuk është lind. Do as ka lind për kujt, as ka lind dikush prej tina. Lem yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk është sikur saj. E këtu me këto dy sure, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka fal namazin e sabahit. Mirë. Pastaj po e përdorin një metodë tjetër, gjithashtu radikale. Po i lypin argumente dhe mrekulli pejgamberit alayhi salam. Apo do të besohet, as do të besohet. E po dihet. Ti shkon që dojnë me besu, ata e kishin besu herët, mi bëthojnë Muhammedit alayhi salam, apo do me besu tyje, po na i kena do kushte. Nëse na i plotson, kena me besu. Çfarë kushte lypin këta? Lypin kushtet para realizueshme. Sikur për shembull, kur dikush nuk don me marr dikonin punë, e lexon pak shikoran atë kë dhe i heqet do kushte që ai smurt më përmbajt. Për shembull, s'do me marr namazlien punë. Thot orari është prej 8-ve, për shembull, prej 8-ve deri në 4 pa pauzë. Pauza e bukës gjysore, sa e din që pastaj ka me lyp pauzën e i kin namazet e idis, më fal. E i qetë kushte për jashtuse, domthon kushte që s'mundet me realizu. Edhe këta po i qesin kushte pejgamberit alayhi salam. Dashmë po besimtar na, plotësoni çdo kushte. Cilat janë kushtet e tyre? Tash të shohim. Kushti i parë, kanë thënë o Muhammed, e kena një kusht, lutë Allahun, kodrën Safa, në Safa lëvara, Safa edhe merva dy koda që janë, kodrën Safa, le ta ban tarit në të besojnë aty. Subhanallah. Tonë çka i shkon menja. Do diçka që sipas tyre nuk bëhet, edhe pse Allah mund të bëjë këto. Por mirë, po sipas tyre nuk bëhet. Sepse të shikon këta që dojnë me udhëzim, edhe dojnë argumente dhe fakte, atëherë kishin lyp fakte, domethënë që janë të kapshme. Lutë Allahun le ta ban kodrën Safa dukat. Mirë, tani më bëhet dukat aja, e më vron njerëzit.
në qabe, aty në rojt qabës, cili po merë dukat e cili s'po merë, e më bo problem qabja, në vend që qabja, që do të shëndrohet ma vanë në vend të sigurt e të besës, e ku nuk delët gjau, ku nuk duhet asë gjahi mu praktiku aty, përmes arit, nëse do të bënd të Allahu kodrën safa ari, pas ta i mu vra njerëzit aty të qabja. Mirë, thuhet, që Allahu ja ka që Gjibrilin pejgamberit alayhi salatu. Edhe ka thënë thuju këtyne, nëse doni, Allahu e ban kodrën safa ari. Vetëm se çaj që nuk beson mos i tashe kodrën në safa ari, ka me dënu me një dënim që se dënën kërkaniq. Do më dënimin më të dëmshëm. Po nëse don, o Muhammed, thot nuk e bojmë ari, po mundësit pendimit edhe të faljes për ta. Kush do me pranu Islam, atëherë për e lam që të mundësien për ta, që mu pendu edhe me i falë, Allahu i nësurat, për ata disa për tyre pastaj pendohen. Mirë, qka po i lypin tjetër sen? Tjetër sen po i lypin me nda hanën për qystë. Logarit. Po, a je hoqë të ja? Sikur me orë dikush në thonë, a je hoqë? Po, mirë, për fejtë i doshë zëtë, po. Hajtë që të dilin bik notës, më të thonë dikush. Hajtë le del dilin që tash notën. S'pa hëmbe këtu. E Muhamedit alayhi salatu wasalam menun, ai doj hanën për çish do të hana, me pos në tokë, kish për unë njeri me damën, që do në hanën në altë atje, plus hana është planet i madh, mirë po që Allahu ja sjellë dhe mrekulli, edhe ndojti hanën. Allahu ndojti hanën. Allahu thot, iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. U shafru kiameti u që hanën. Mirë, tash vjen dikush, ose në për komente për në lodhin, sot qahona, o qahona, peshume, i budalla, si budalla, o lodhoj komente. Mirë, po mësë lodhë, me debatu me kësi sen, oti ignorant, shkollet zë njëherë, që ka thënë shkencëtarët, edhe që ka thënë fotografit e thejla për të hanën, që hana që tash me fotografi që e afrën shumë hanën, vrehet ajo vija ku qahona. Mirë, po ai pa i ledzu dy rreshta për hanën, edhe si planet edhe nuk e din hana a del notën a ditën, edhe është gjendje me arë me debatu këto që ka këto pralla, më më thane, më më komentuat e më mblodhë pëstaj. Kështë që gjithë këtyre ignoranta i themi shkollet zë pak. Shkollet zë një dy të rejshta që ka thënë shkencëtarët për hanën, që ka thëtë nosa për hanën. Jo feja, pastaj hajde debata. Kështë që mësë mbledhve, mësë hop ku mu, asë mësë hop kove i të sëllë pëse, është ka ju. E pejgamberi alayhi salatu wasalam thënë, do të Abdullah ibn Mas'udi me Saidin në transmetim, do të ka bo me gesht kahona në pikë natës. Edhe i dhujtorët për shikojnë. Edhe ka bo me gesht kahona, Allahu e ka nda hanën dy pjesë, njëna pjesë ka dalë në lindje, njëna në perëndim. Do u largu njëna për tjetrës, sepse të ishin do pak, që janë, jo Allahu i përna do këtë. I ka do Allahu, pra sa i ka bashku prapë. A, bot hanën me sytë e ju, ja Allahu i tha në mashtrove. Në bone se hire. Sa është. Se pra unëst. Pse se ata nuk e, në esejt, ata nuk e kërkun ndomjen e hanës për me besu. Ata e kërkun ndomjen e hanës për mës me besu. E kështu që kur ndodhin ndomja e hanës, tash duhet me nxjerr një arsye që hapet mës me besu. Çka? Na bën nësit. Ti je magjistar, dhe ashtu i magjistar në mashtrove, në trullove. Se që dohet hana. Po të ja lype mu do, po. A ndodhin ndomja, po. A po njënën pjesë lindje tjetërën për ndim, dhe apet u afronë në gjithë njëra me tjetërën, po. Çka vëtën tashin? Ja, nej trullove sytë. Na mashtrove sytë. Që s'pëtojnë me besu. Pastaj edhe pyetjet e shumë të vllazë, që ja bënin pejgamberit alayhi salatu wasalam për me nxon gosht. Sikur se sot çysh është ai trendi i disa ignorantave, hajta zon huxhen mosht. Jo sot huxhen mosht, hajta zon fejen mosht. O i shkrejt, i thonë, nëse më zem gosht mua, nëse unë s'kam përgjigje feja, ka përgjigje, ma unë s'kom rri deri te përgjigje. To kjo është për shkak se dija jeme është e cektë dhe është e mangët. S'kam rri deri te çaja që po pyetje, për ndryshe fejen, kush e zebe gosht? Fejna Allahu të lartëson, kush e nxen gosht? Edhe për pyetën pejgamberin alayhi salatu wasalam, çka thon për shpirtin? Ata s'din kur gjë për shpirtin vet. Shpirtin e kanë në trup njerëzit, që jetojnë me ta, natë e ditë. Edhe kanë herë thotë mu ka lodh shpirti, më dul shpirti, miki shpirti, më shkaj te komt, mu ka lodh shpirti, më ka shpirti që të. Mirë, ko shpirti s'di? Sa është s'di? E pse po e pyet për pejgamberin alayhi salatu wasalam? Allahu thotë, të pyesë ty për shpirtin, thuaj shpirti është çështja e Allahut. Allah e ka lënë sekret, se di kërkosh. Pastaj e pyesnin edhe për pyetje tjera, për Dhul-Qarneinin, e pyesnin për Ashabul Kahf, për këtë këtu, që disa prej tyre i dëgjonin për jehudive, disa prej tyre që ashtu qysh ju mteke atyne, vetëm mos po e nxojmë mosht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po qysh nxjihet mosht njeriu, të cilit është duke i shpall i gjithdijshmi, ai që i din të gjitha sanet që është Allahu
fuqi plot. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i thoshte se idhujt janë të kotë, ato që ka ja adhuroni janë të kota. Edhe një ditë për thënë, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njerëzit a kanë adhuru Isajin, a e kanë bo idhull Isajin, kështu që edhe Isaj edhe ti të kote, kërkisi kurse idhujt e tonë. Subhanallah, që kërkuj mëson dërejqi, që a i mëson i belisi me mendu. Të më thonë, masi të kënë të kote këna, gjithë shka që adhuruhet mos Allahut, të kënë të kote, edhe s'ka gjotë sakt në to, atëra adhuru Isaj, i biri Meriemës, është adhuru si Zot po, edhe ajte ku ka i kot, edhe ti i kot, se këtë misioni pejgamberve i kot, si pas tyne. Pastaj Allah e lartësu me zbritja ajetin, walamma duriba ibnu Maryam mathalan, idha qaumuka minhu, nësë më kujtuat fjala e fundit, thot Allah i lartësu kur ata e sillnin, do më kur e sillëm Isajin alayhi salam na shembull se ai ka qenë pejgamber ndërsa njerëzit e kanë adhuru, ata thonin që abishe gjithçka që adhurohet mos Allahut është e kot, mirë po këto e kanë vetëm për me mojt hasmerinë dhe debatin. Në këtë formë kanë vetëm me mojt hasmerinë dhe debatin, se atyre si intereson as Isaji, as krishterët, as kërkush tjetër, atyre i interesojnë bindjet e veta edhe budallakijat e veta. Gjithashtu, gjatë kësaj kohe i ngrënin edhe të varfrit. Çka më qenë me bobe? Wallahi, çka ju vinë të na përmen i banin. Thot, Khabbab ibn al-Arith, Khabbabi radhiyallahu anhu, më të vërtet ka ishu. Pra ta Omer radhiyallahu anhu, mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, e afron të Khabbabin, afër vetës. Edhe i thoshte ti e ma meritoni me ne që tu nga të neve. Sepse çka ke hije këti, çka ke përjetu ti, s'ka përjetu kërkush. Tortura për qëtë islam. Khabbabi thot, ma ka pos një bërq, As ibn Wa'il. Ma ka pas një bashkë, edhe i tarkë. Edhe shkruja me kërku, mi thonë, ama borgjime? Më tha, nuk ta ja borgjin pa e mohu pejgamberllëkun e Muhamedit edhe fejnë e Muhamedit. Shqe. Ama mërë borgjin, o ti? S'ko lidhe ke me fejë e pa fejë. Ama borgjin që ta kumë thonë. Tha, pa e mohu Muhamedin edhe fejnë e Muhamedit, s'ta e borgjin. Tha, borgjin da shaman, da shmës me jenë, unë e Muhammedin alayhi salatu wassalam, dhe fejnë e ti nuk e mohaj dhe risa të vdesim dhe të rinjallim, dhe mos e mohaj kur. Atëherë tha, këtha, mirë tha, masi të vdesim dhe të rinjallimi, Zoti jëtë, pithat këtina, Zoti jëtë mje pare dhe thmi, punoj dhe ti loj burqë. Hajgores. Atëherë Allah i lartësuan, e zbriti ajetet, ka fundi i surës Maryam, afarajta alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba mittakhadha inda ar-rahmani ahda. Wallahi këto ajete të të bojnë më të shku flak mëllë për pjetë. Thot, aja po t'i ato i cili është pa besimtar. Ndaj ajeteve tona, argumenteve tona, edhe thase edhe muë, Zoti për zdyti kur të më rinjallë, ka me më dhonë fëmijë dhe pasuri. Aja e mësej gajbin, a e ledzoj gajbin, a e gjeti gajbin, a e kuptoj gajbin, sheftën edhe tarmen, se që ka me ndodhë që i tha këto fjallë. Këtë formë të ndërruar vëllezër i dhejtarët, ose në këto forma më radikale, më strikte, më rigoroze, tentun me e pengu pejgamberin alayhi salatu wasalam, por nuk i arretën. Si arretën. Pastaj e shohim që përdorin dhe metoda tjera, po i përmendim derisa tjera. Mirë, çka përfitojmë prej këtyre? Prej përfitimeve ose mësimeve që i nxjerrim është se urtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ngutej as me bë kompromise, as nuk ngutej më ju afro atyre diçka që s'bën më ju afro, mirë po thjesht i urdhëron të njerëzit ashtu që ka urdhëruar Allahu, edhe ju jep të njerëzve çfarë sa i ka leju Allahu mi dhon. Gjithashtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam, për interesat veta nuk bëni kurfar kompromisi. Po nuk e përziti fejnë me interesat dënjos, që mund të më nuk përzini e vesat. Edhe pastaj çka? Interesat tona, bizneset tona, përfitimet tona, qofshin të leshme, qofshin të paleshme, mundohemi me i vesh me petkun e fesë.
Edhe vjen edhe i thot ai s'mashtron bese po falkim. Ky tjetër vallai po falkim, po nishin dallaverit i kon. Ha? Mund çka? Mund duhet atë pakorreksinë e tij ose atë padrejtsinë e tij me vesh me petkun e fesun e falë. Edhe kur janë me fol, po bonë anin aja falë ose pa eksisten. E pejgamberi alayhi salatu wasalam fejnë dhe daveti nuk e shtinte në pazaret e dunjos, s'ka. Po të bëjmë mbret, po t'japëm parë sa dush pasonik, po t'japëm pushtet me ke veç lepin. Jo, se kam fejnë me eksisten. Unë nuk thirin këtë fej, edhe nuk e mboj këtë fej, edhe s'jam këtë fej, këtë besim për interesat dunjos, këtë dujom më madhonë nëse nuk. Për arsye se nuk është pazarit dunjos, nuk është mall feja, udhëzimi, islami, nuk është mall që e zen krejt dunjoja, se lemon ai për pazarit dunjos. Sepse në ditën e gjykimit, që ky islam ka me shpëtu muslimanin, besimtarin, prej zjarrit xhenemit, që pa besimtari kish me dhonë krejt botën vetëm i shpëtu zjarrit xhenemit. Po me këtë botën prapë s'u shpëton. Ndërsa muslimani me këtë besim i shpëton, që do të thotë se ka diçka më të madhe se sa botën. E ta qysh këtë thotë diçka që është më e madhe se krejt bota, me shtin pazaret dunjalloh këto të botës. Gjithashtu duhet të kujtojmë këto domon, krejt duhet na kujtojnë neve mirësitë e Allahut, që Allahu na ka thënë këtë Islam dhe jetojmë në musliman, po si kemi çdo torturë, si kemi çdo probleme që i kanë posë këta. Domon sot fyet Islami i shohat kështu mirë, po kërkush nuk janë më të rrej, as kërkush nuk janë më të bërgues, as më të fortë, pse je musliman. Shumica e njerëzve thonë. E kështu që duhet të themi elhamdulillah Allah që na ka sprovuar me këto. Se ndoshta kishmi lani Islamin. Ndoshta siç mi kozi Bilali, e si mi gdodi ai tjetri, po ndoshta kishmi lan këtë fe. Nëse ai kishte dikush kanë upin fet. E kështu që Allah na ka sprovuar elhamdulillah, po e praktikojmë fenë e tij, edhe pse feja e tij, edhe feja e drejtë gjithmonë ka me pas armiq, mirë po që armiq e ku sotit nuk po na i bojnë të njëjtat tortura që e kanë bërë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj jeta e kësaj bote vëllazë nuk është kriter me vlerësu njerëzit. Sepse Abu Jehlit nuk i mungonte asgjë, as autoriteti, as pushteti, as pasuria, as familja, as kuço si mungonte. Me pëtë Allahu, asa krohu i mushkujës nuk vjen. Përderisa Bilalit i mungonte gjithçka, po te Allahu i lartësuar shumë i madh. Bilalit e ka dëgju pejgamberi alayhi salatu wassalam, ecjen e këmbëve dhe të nallëve në xhenet nuk on gjallë Bilali. To Bilal që të ka shtin xhenet. Çat Bilal që kanë bëu ajgore me to. E ka rrej kush ka mujt, kush u çuma i parë e ka rrej Bilalin. Mirë po te Allahu, pozitat e Allahu nuk janë sipas pozitave të dunjas. Nëse këto pozita nuk janë në përputhje me mësimet e Allahut të lartësuar. Pastaj Allah s'ka mujt me mbrojt pejgamberin alayhi salatu wasallam. As ka mujt me kursuj Prishtinën. Prishtinë rrahjeve, torturave, shokëve, ka mujt Allah i lartësuar. Don me imshu ose don me kapaj përfytim ju këçit dora, ka mujt. Mirë pa Allah po don me na tregu neve muslimanëve se i dërguar Allahut ka qenë njeri dhe ka kaluar nëpër procese njerëzore. Normale që do të kemi kaluar këtu. Që nëse i vjen rënë nesër, më të ngushtu puna e dunjallokut, edhe më të rreziku vetja për shkak të kësaj feje, di që është ju ka rrezikuar dikujt para teje që është Muhamedi alayhi salatu. Ato ka mujt me mbrojt Allah, po që nuk kanë ndërhyr direkt për me tregu njerëzve që kjo fe, domthonë me që domonaj që bëhet që e kap këtë fejë dhe bëhet musliman, mundet mu ballafaqu me çdo stat, me çdo njerëz. Pastaj sprovat në të cilat kalon këta sahabët e parë, shokët e parë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dha shumë rezultate edhe fryte të mëdha. Po fillimisht e përmendën dietarët një fjalë është interesante, çka ky Islam. Nëse lihet, nuk pengohet, shtrinjet xhanevat. Nëse sulmohet, forcohet, bëhet i fortë. Subhanallah, muslimonin e forcojnë sprovat. Apo? Ata e shohin Islamin, kënena muslimoni bëhet më i fortë. Edhe po më duket që sa herë po dobësohemi na, edhe po kemi nevojë më na u forcu bindja, besimi dhe Islami, jo përmes leximit, se pak po lexojmë, atëherë po del dikush po na shon Islamin edhe penim vetëm pak më krenar edhe ma të privilegjuar pse jemi musliman. Pastaj gjithashtu Allahu e dalloi të mirën prej të keqes gjatë këtyre sprovave. E dalloi ai i cili është në gjendje me i bë sabër. Gjithë këtyre tortura, me dhon jetën, me dhon pasurinë, me rreziku gjithçka për me mojt këtë Islam për atij i cili nuk është në gjendje me bë këto. Gjithashtu këto tortura nxjerrin njerëz të formum, njerëz të fortë.
njerëz të kalitur, të cilët i bën sabër pastaj rrugtimit të gjatë me pejgamberin alayhi salatu wasallam në Medinë, po edhe pasi vdesh pejgamberi alayhi salatu wasallam e vazhdon këtë rrugë sigurt. Pse? Sepse i kaletën sprovat, u bonën të fortë, edhe u ndërtuan si të fortë. Gjithashtu, këto tortura, subhanallahu, e kishin edhe një efekt tjetër pozitiv, ajo është që disa njerëz që kishin halon njerëzi dhe humanizëm, çka afroheshin edhe shprehnin dhimbje për muslimanët. Për shembull, Hamza radiallahu anhu, i cili islami e tina do ta përmendim dersin e ardhshëm, mirë po islami i Hamza bëhet musliman si rezultat i dëmshurisë që e ka për muslimanët. Jo që e ka pranuar këtë fe. Bila i vetë thot, e kam pranuar islamin edhe s'di çka kam thonë. Kur e kam po pejgamberin alayhi salatu wasallam që Abu Jehli e ka torturuar, e ka rrej dhe e ka shoh kesh, aty më ka kopë, thot ajo, ajo nervoza, për shkak të afërsisë, do të kom shkuj, kom thonë Abu Jehlit, e ka godit Abu Jehlin me atë pjesën e shigjetës, edhe i ka thonë, unë jam fejnë e Muhamedit, hajde akiti që ka me mua që të shi. Dhe të kom thonë këtë fjallës, di që kom thonë hiq. Asë së di që ka feja Muhamedit, asë së di islamin asë hiq. Mirë po, islami ti është interesant, islami Hamzës, e përmendim dërës në veti, po kryesorja do më thonë, për shkak dëmshurisë, disa njerëz fillonin mu afru me muslimanët, edhe kjo për kësaj shkaktoi që këta mu bë musliman, sikur sa Omeri radiallahu anhu, pastaj Hamza dhe disa të tjerë. Këto pra ishin torturat e dhujtarëve, në anën tjetër ky ishte sabri edhe këmbgulja e muslimanëve, të cilët i përjetësoi historia. Historia për jetë ka me përmend një Abu Bekr, për jetë ka me përmend një Bilal, për jetë ka me përmend një Ammar, një Sumeje dhe një Yasir, edhe kretë të bura që i përmend, në kam i përmend kur, s'kam i harru historia, po s'kam i harru Allahu i lartësu. Për arsye se këmbgullën të vërtetën, i bon sabër edhe i bon bol torturave, edhe mbetën të paharrum tek njerëzit, po edhe tek Allahu i lartësu. E Allahu në bëf që mu ka fort për këtë islam, mos më na zbraps çfarë do fortuna që mundën më na rrok, çfarë do jera që fryn, Allahu na bëf me jetu me islam, me vdek musliman, me urin gjallë musliman faqebardh, me pejgamberin alayhi salatu wassalam, me Abu Bekrin, me Bilalin, me Ammarin, me gjithë këta, edhe me i pa këta njerëz të majtë të cilët këmbgulja e tyre është shkak që ka ardhur Islami tëna. Ata me pasur shuat i pej, po nuk is kishmëri Islamit tëna. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad.